12 qershor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Moto e Bill O'Reilly të madh, por dhe Focus TV. 12 qershor 1999 është dita e çlirimit të Kosovës. Respekt, lavdi për luftëtarët e UÇK-s, respekt pafund për Bill Clinton, NATO-n, mbi të gjithë Amerikën. Duket se Kurthi ka filluar me zgjuarsi t'i afrohet politikës amerikane. Ka pranuar 50 refugjat të huajnë muaj, pra rreth 600 në vit, dhe ka marrë një deklarat falënderimi nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Një deklarat munguese për kryeministrin shqiptar Edi Rama, i cili ka dy ditë që ka nisur pushimet e verës, mbase i shoqëruar nga jatet dhe avionët privat të oligarkëve të tij. Një ditë historike, sepse ai zbarkon në New York, do të takohet me Kushnernat, do të takohet me oligarkët e tij të cilët vinë të takojnë këtu për të bërë balancet e bizneseve të tyre të shumta dhe në Amerikë, do të shkoj thjesht në një ndeshje NBA, apo si çdo vit, vizitat klinike. Do ta ndjekim nga afër vizitën e tij, e cila për çudi përkon me dasmën e mëkëmësit të Sorosit plak të pështirë, Alex Soros. Do të jetë një dasëm mondane, të ftuarit duke filluar nga Hillary Clinton, Kamala Harris e Bill Clinton, do të fluturojnë me helikopter privat nga Manhattan në drejtim të Hamptons. Hamptons është një zonë e të pasurve, milionerëve dhe donatorëve ka të dy akratet e politikës, po të më të shumt janë radikalët e majtë. Vila e Sorosit nuk është lartë nga ajo e Blinkenit, personit i cili faktikisht ka drejtuar Amerikën 4 vitet e fundit. Në 14 qershor, presidenti Trump organizon një paradë ushtarake, kanë dalë tanket e ushtrisë dje në rrugët e Washingtonit, dhe kosto e kësaj parade do të shkojë rreth $75 milion. Janë lajmëruar protesta jo më mbretur, por nuk dihet a do të dalin në Washington DC. Trump ka thënë që çdo protestues ndaj paradës ushtarake do të përballet me forcë të madhe ndaj tyre. Ambasadori Bolton ka theksuar mbrëm se këto janë pjesë e diskursit të fjalëve të pamatura të presidentit Trump, i cili, sipas ish këshilltarit të tij të sigurisë kombëtare, nuk do të përdorte kurrë dhun ndaj popullit. Megjithatë, Trump kërkon të tregojë muskujt për të përfituar mbështetjen maksimale të magës. Kjo u bë qartë edhe në përballjen e stisur në Los Angeles, ku ka dërguar fillimisht 2000 pjesëtar të gardës kombëtare, që është Gardë e Kalifornias, 700 marinsa, por ka autorizuar edhe 2000 shtesë nga garda kombëtare. Garda kombëtare ka si shef ekzekutiv guvernatorin e shtetit, por duke përdorur, siç u kam thënë, ligjin e aktit 1807, Trump ka të drejtë që ta federalizojë gardën kombëtare të çdo shteti të Federatës Amerikane. Nuk janë për masat e asaj që po ngjet në Los Angeles si 5 vjet më parë me Black Lives Matters. Jo. Por shefi i policisë Los Angelesit, polici që ka 1000 polic më pak se një vit më parë, sepse ka vështirësi të mëdha si në buxhet, por dhe nuk rekruton dot sepse askush nuk do të donte të bëjë pjesë e kësaj policie, e cila është lënë pasdore si nga majori afrikan-amerikane, po dhe guvernatori, pra ti mund kryesh çdo krim, çdo vije dhe mund të arrestohesh dhe askush nuk të dënon. Shefi i policisë tha që jemi në kushte që nuk i përballojmë dot agitatorët, atyre që organizojnë djegje, vjedhje të pronës private, që në fakt janë sponsorizuar nga Soros.
Newsom nuk ndërhyri. Ai duhet të ndërhynte me gardën kombëtare, sepse kërkon të përfitojë politikisht, mendon se mund të jetë kandidati i ardhshëm për president në 2028 dhe donte të tregonte të dilte sa më keq presidenti Trump që të fuste ushtrinë në rrugë të qytetit. Në fakt, për protestorët në një segment shumë të vogël, janë rreth 4.000-5.000 vetë dhe nuk ka asnjë paralele me 5 vjet më parë me Black Lives Matter. E kam thënë që janë agitatorë të paguar kryesisht nga Soros. Por një pjesë e mirë, kjo shoqata që organizon këto ka marrë $33 milion nga shteti i Kalifornias dhe rreth 220.000, siç e thash dje, nga Biden. Trump mendon për magën. Dje ka pasur një shfaqje të mirët në Kennedy Center, kanë qenë 2500 vetë, janë munduar të përzgjedhin tifozët e Trump, por për 20 sekonda ai është fyshkëllyer nga protestues që kanë qenë brenda sallës dhe disa nga aktorët kanë braktisur skenën. Megjithatë, Trump nuk ndalet, ka shkarkuar gjithë bordin e Kennedy Center, ndër të tjera ka emëruar prokurorin e përgjithshëm në bord, shefin e kabinetit të tij dhe drejtor i përkohshëm është Dick Grenell, i cili është venitur shumë mbas gafës të bërë duke shkuar në Venezuelë në kokë të tij, duke kërkuar të çlironte një të burgosur me avionin privat të presidentit të Chevron, duke i garantuar që licenca e Chevronit për të blerë naftë nga Venezuela nuk do të hiqej. Ndërhyri me një Rubio dhe kjo dihet në 27 maj nuk ka më licencë. Të gjithë thonë që Dick Grenell nuk ka më të ardhme pranë Trump. Me Trump askush nuk është i sigurt. Edhe pse Elon Musk ka pasur një bisedë telefonike dhe mbas bisedës telefonike duket si një kërkesë falje, ka shkruar në Twitter ose X që nuk duhet të kisha shkuar kaq larg në shumë nga postimet e mia. Ndërkohë Trump, i cili i suksesshëm është vetëm me mbylljen e kufirit dhe me deportimet, jep një sinjal sikur është bërë marrëveshje e madhe tregtare midis Kinës dhe SBA-s. Bill O'Reilly do thoshte që unë nuk jam optimist sepse kam folur me negociatorin kinez. Kinezët kanë rënë dakord të kthehen tek bisedimet e majit me diçka paraprake. Lëshimet e mëdha janë bërë nga amerikanët, të cilët do të shesin teknologjinë ushtarake, do të lejohet që të shitet në Kinë. Ishin ndaluar më parë teknologjitë sekrete të avionëve, por do të përfitojë që Kina do të eksportojë materialet e rrallta dhe magnetet. Tarifat do të jenë 55-10, por gjithçka është paraprake. Sepse Kina e premtoi në maj dhe nuk e mbajti. Pritet që në ngusht të ketë një marrëveshje, por mbas firmosjes së Trump dhe presidentit kinez. Kinezi është më i zgjuar, ka më shumë autoritet dhe në arenën ndërkombëtare paraqitet si i pjekur, i stabilizuar dhe duket me shumë aleat. Por e gjitha kjo që po ndodh, pra kjo marrëveshje që mund të sillte mbas marrëveshjes me Kinës vinin gjithë marrëveshjet e tjera dhe çdo gjë do të shkonte shkëlqyeshëm për Trump, mund bjerë fare thjesht me ato që po ndodh në Iran. Irani nuk pranon marrëveshjen e propozuar nga amerikanët. Duket se Irani është afër sasisë së uraniumit për të prodhuar armën bërthamore. A do ta godas, a do të bombardoj presidenti Trump? Kjo do t'i hidhte në erë marrëveshjen me Kinën. Kina është aleate me Iranin. Bota do të shkonte në trazira të mëdha. Lindja e mesme do të nervozojë dhe të gjithë do të largoheshin nga Trump. Trump personalisht nuk do ta bënte këtë. Por askush nuk ndalon dot Netanyahu. Izraeli do të bombardonte ato zonat ku përpunohet uraniumi në Iran. Nuk e ndal dot Donald Trump. Aq më tepër që Trump ka kohë që është distancuar dhe është larguar nga Netanyahu. Çdo të thoshte kjo për Putin. Të
Të gjithë analistët këtu menduan se Zelenski, ky aktor mediokër, do të dorëzohej shpejt. Kaluan 3 vjet. Ukraina po reziston. Por nuk ka një endgame. Nuk ka askush të thotë që Zelenski do të jetë fitues. Zelenski u tregua naiv duke besuar që BE-ja dhe Amerika do të jepte $400 miliard për të vazhduar luftimet. Trump e ka deklaruar që nuk do të ndihmojë më. BE-ja nuk e ka forcën. Të gjithë mendonin se do të ndodhte ajo që ka ngjarë në vitin 1939, kur Stalini ka sulmuar Finlandën me synimin për ta pushtuar. Kryeministri finlandez ka rezistuar 4 muaj, shumë herë më pak se Zelenski. Pastaj, duke e kuptuar që nuk kishte mundësi të rezistonte ndaj sovjetikëve, është ulur në marrëveshje me Stalinin dhe ka pranuar të lëshojë 10% të tokave të Finlandës. Kjo duhet kishte ngjarë dhe me Zelenskin. Putin i ka marrë 20% të territorit të Ukrainës, ka marrë Krimen, por dëmet tek sovjetikët janë rreth 1.5 milion të vrarë, të plagosur dhe të zhdukur. Kështu që oligarkët, ata që e kontrollojnë realisht Putinin, i thanë jo, humbjet janë shumë të mëdha. AOC, communist. Mike Johnson, the mayor of Denver. Governor Tim Walz. Në ekonomi duhet marrësh gjithë Ukrainën. Ndaj Putin ka ngelur pikërisht në këto pozicione, nuk kënaqet më me 20%. Dhe çdo ekuacion u prish nga dronët e Ukrainës që shkatruan rreth 30% të avionëve Tupolev bombardues të raketave bërthamore. E prishi ekuacionin, sepse do të ishte njësoj sikur Fidel Castro të godiste me armë Amerikën, kur ishte kriza e raketave, Amerika me njëherë do të kundërpërgjigje me Rusinë. Në këtë rast, përgjegjës janë vendet e NATO-s, Amerika jo, sepse Zelenski as nuk e njoftoi. Megjithatë, nuk duket se i ka bërë ndonjë dëm të madh, por tregon që te Këshilli i Sigurisë Kombëtare Rusia ka probleme shumë të mëdha. Edhe pse ka rritur performancën e ushtrisë, pra në betejë, tek problemet e inteligjencës, del që ka të infiltruar dhe ka shumë njerëz që nuk duan Putinin. Ajo që Putini tmerrohet është ajo që ngjau dikur në Ukrainë me atë revolucionin që përmbysën me dhunë me protesta masive qeverinë. Kësaj frigohet dhe Rama. Edhe pse ka nisur pushimet verore dhe sipas burimeve që më të shumta i marr nga Shqipëria, nga njerëzit që janë dhe afër tij, që likin, rrjedhin, ka qenë në Vjenë. E thash dhe dje, oligarkët shqiptar janë pasuruar në mënyrë maramëndse dhe thuajse nuk paguajnë taksa fare. Gjithkush që jeton në Perëndim e di do të thotë të kesh një vilë të shtrenjtë në Mar-a-Lago, në Miami, kudo, se sa janë taksat. Në Shqipëri jo. Dhe oligarkët, pa diskutim, ka një ngjashmëri me oligarkët në Shqipëri me oligarkët në Rusi. Thuhet që Putini ka $200 miliard pasuri me investimet fshehura përmes oligarkëve që i shpërblen. Në kuptoni? Për ngjanë kjo me Ramën, hotelet në Miami, në Manhattan, ato fshatrat turistika, ato kulla nga 70-80 kate, kujtoni ju se Rama i firmos për veresie, korrupsioni ti njihet që në bashki. Pyesni çdo ndërtues, çdo projektues, se sa kanë qenë shifrat. Edhe njëherë, Departamenti i Shtetit ju kanë theksuar që është në disarray. Pak emërime politike kanë kaluar. Siç do të më thoshte Bolton, janë konfuz, janë të hutuar, ndaj shkuan vetëm urojnë popullin shqiptar për zgjedhje.
Sot Rubio ka uruar Rusin për festën quhet Dita e Rusisë 12 qershor, nuk e ditë s'ka shka më parë. Por përdoret fjala urojmë popullin rus. Por ka dhe njëresht për marrëdhënie me Rusin. Pra, ata kërkojnë që të vazhdojnë lajkatimet me Putinin dhe e majta dhe analistët shumë kanë qenë kundra kësaj deklarate. Çfarë po ndodh realisht me departamentin e shtetit? Pse nuk po kalojnë emrimet politike? Pse kanë luar vetëm 10 ambasador? Përse me qindra vende janë pa ambasador? Nuk është as serioze dhe pritej që të kaloj buxheti për të pasur një shkurtim 50% për shkrirje të 330 zyrave të byrove, ndërto ajo byroja e demokracisë, e drejtave të njerëzit. Por siç thash, me Kosovën e dhanë një sinjal, falenderuan qeverinë, pra rrugët për të pasur kontakte dhe të kesh mirënjohje nga ky departament është që të përgjigjesh interesave kombëtare amerikane, pra Amerika mbi të gjitha, dhe të jesh serioz. Duket se Ramës nuk ja kanë kërkuar këtë, se nuk besoj se Rama do të afronte me dëshirë të madhe 50 vet muaj. Megjithatë, Rama mund të bëjë atë që ndodhen më parë me 3.000 iranianë mos afganët që kanë ngelur ende në Shqipëri. Ai është i gatshëm të bëjë gjithçka për të qëndruar në pushtet. Mua më duket e çuditshme që të vish në New York qoftë për vizitë private, qoftë për vizitë mjekësore apo si dasmor në një ndasëm të madhe të Aleksorës. Nuk ka se si të mos presin departament, të mos kontaktosh. Megjithatë, do të kem lidhje, kam pyetur në departament, po si gjithmonë off record, për të kuptuar qëndrimin e kësaj administrate ndaj një kryeministri autokrat që më shumë ngjason me Erdogan dhe me Orban, nuk ka asgjë të përbashkët me politikat e djatha të zotit Trump, por që si kamaleon mund të filloj me lajke, me lavdërime në presidenti Trump, në mos jo këtë javë do ta bënte në takimin e Hagës të NATO-s, dhe mbi të gjitha duke përdorur investimet e arabëve përmes Kushnerit, duke i falur një nga pasuritë kombëtare shqiptare. Pra, e majta shqiptare i ka shitur gjithmonë interesat kombëtare. Dhe nuk kam në një shpresë ose besim që Rama do t'i mbrojë. Natyrisht është i konsumuar, 12 vjet janë shumë, dhe edhe pse duket si farsë ajo hapje kutish, tregon që zgjedhjet nuk ishin ashtu si kërkon të shes PS-ja dhe Rama, partia në pushtet. Ende mungon raporti i Odirit, ndërkohë që PPE-ja ka marrë ankesat e opozitës, por fati i Shqipërisë, për mendimin tim, vendoset në Shqipëri nga shqiptarët. Natyrisht kërkohen aleat, e kam thënë që në departament shtetit duhet të kesh kontakte, duhet sjellësh kesin, çështjen tënde, për të sqaruar pozicionet dhe për të kuptuar ku janë këta, ku qëndrojnë. Por kjo administratë, presidenti Trump, departamenti i shtetit janë indiferent me ato që ndodhen në përbot. Aq më tepër që problemet tani është Gaza, Ukraina, doli Los Angeles, Ballkani është një vend i vogël. Megjithatë, ata falenderuan Kosovën. Urime për Kurtin. Urime edhe një herë për këtë datë madhe 12 qershorin e çlirimit të Kosovës. Siç e thash dhe në fillim, respekt për luftëtarët e UÇK-s, por pa Amerikën asgjë nuk do të ishte bërë. Dhe dal tek Xhezi Helmsi i Madh, i cili në vitet 80 i kërkon te presidentit Reagan Kosova të bashkohet me Shqipërinë. Nuk ka asnjë forcë politike shqiptare të dalë me këto kërkesa nacionaliste. Mbas fitores Trump, ishte një frym edhe për vendet evropiane. Nuk kryhet më njëherë, mbështeten ARD në Gjermani, mbështeten kandidatën e djathtë në Poloni dhe në Rumani,
do të kisha dëshiruar shumë që kjo të ndodhte edhe ndaj nesh, ndaj opozitës shqiptare. Por jo kam thënë, në departament duhen kontakte njerëzore. Dhe njerëz këtu, ka plot që kanë pasur kontakte, edhe kanë, sepse të kërkosh përmes lobistëve, nuk e ke kuptuar se si funksionon ky vend. Në fund, ju lutem të abononi, subscribe të kanali në YouTube për të rritur numrin e abonentëve dhe mundësinë e sponsorëve. Ju falenderoj. Ku do në Shqipëri?